Nisu nga Tirana për Elbasan, të bie më mirë të marrësh rrugën e vjetër qaf Krapës, se sa të kalosh te rreth rrotullimi brenda sheshit. Sipas hartës është 860 metra akoma, 1.9 kilometra para rreth rrotullimit, rradha ishte kështu. Shiheni përpara. Vonesa vetëm këtu është 24 minuta. 24 minuta vetëm te kjo kthes. Ja s'lëviz fare, nuk lëviz. Madheve minuta sa duash nuk lëviz. Është 840 metra akoma. 20 ca minuta të ngelur këtu. Vetëm Vonesa është 25 minuta, kështu që 50 minuta ka qenë Tiranë Elbasan nga Krapa. Kjo po bëhet 50 ca. Ky është momenti kur makinat nga për 3 bëhen për 1. Shiheni tani sa është rradha në pasqyrë e makinave, ja. Jemi në rresh për 3. Unë paralel një makinë tjetër, tani do kalojmë për 1. Tani fillon ecja në radhë për 1 me 10 km/h.